Restoranti që përfshini pas meje është vendi ku mbrëmjen e së mërkurës një grup personash u përfshin në një sherr masiv ku fillimisht zën ka nisi me grushta dhe më pas përshkallëzoi deri në përdorimin e armës së zjarrit. Nga arma e zjarrit dyshohet se u plagos një person i cili ende nuk është identifikuar nga policia e Tiranës. Policia ka zbardhur dinamikën e sherrit të një natë më parë, ku të paktën 8 persona u goditën me njëri tjetrin. Burime nga policia thanë për MCN se për këtë ngjarje janë shoqëruar 11 persona, ku janë marrë dëshmitë. Sipas burimeve, dyshohet se sherri ka nisur fillimisht nga 2 persona, ku njëri prej tyre ka refuzuar të takonte personin tjetër të ulur në tavolinë, si dhe e ka ofenduar. Konflikti nisi duke goditur njëri tjetrin me karrike dhe grushte, dhe në fund përshkallëzoi në përdorimin e armës së zjarrit. Fill pas sherrit, të gjithë janë larguar me 4 automjete, ndërsa si provë në vendngjarje mbeti një gozhoj dhe një armë zjarri, si dhe disa njolla gjaku. Nisur nga këto të dhëna, grupi hetimor dyshon se një person mund të ketë mbetur i plagosur, por deri tani kjo e dhënë është në verifikime sipër pasi nuk është gjetur personi i plagosur. Një pjesë paraprake që u ngrit në fillim në lidhje me motivin e sherrit ishte dhënia e parave me fajde, por megjithatë, burime nga grupi hetimor janë të rezervuar për ta kanalizuar këtë pjesë si kryesore. 17 orë pas ngjarjes reagoi zyrtarisht edhe policia e Tiranës, e cila shpjegon se u vendosën në pranga 8 persona: Kasem Stani, Emilian Ruko, Bjorni Tahiraj, Eral Tahiraj, Denikiar Tahiraj, Eduard Sulaj, Kastriot Stani dhe Elton Ajredinaj. Gjithashtu rezultoi se 51 vjeçari qelloi një herë me këtë armë zjarri në vendngjarje, por nga e shtëna nuk u dëmtua asnjë shtetas. Gjithashtu zyrtarisht informon policia se u identifikua shtetasi 51 vjeç, banues në Fier që goditin me qytën e armës shtetasin Kasem Stani, i cili u dëmtua lehtë. Në njoftim të policisë sqarohet se sherri ka ndodhur për motive të dobta, por nuk jepen më shumë detaje për motivin saktësisht të këtij sherri.